një unboxing nga Temu për të sjellë pak frymën e pranverës, për të manifestuar pranverën. Kështu që kemi gjëra shumë të freskëta me ngjyra shumë të bukura. Unë disa I kam hapur, sepse nuk prisja dot, kur I shija tek lista e porosive mezi prisja që të vinin. Kam marrë gjëra për vete dhe për Ajanin dhe pajisje ndihmuese. Ju ja tregoj pak a shumë se çfarë kemi bler, kështu që filloj me unboxing pa humbur kohë. Gjëja e parë që kam marrë është kjo gjaketa. Ka këto pjesën me temina, më pëlqeu shumë në foto. Kjo disa dallohet, po është kështu si e thurur. Kam përshtypjen mund të vishën nga të dy anët kjo, sepse edhe mbrapa është e bardhë dhe nuk I dallohen te gelat shumë. Kështu që e provojmë. Duhet të marr masën XL. Kush e mban mend këtë fustanin që e kam marrë nga Rihoas. Dhe kjo gjaketa vishet edhe në zyrë, sepse nuk I ka shumë, për mendimin tim, teminat shumë të rënduara. Mund vishet për mbrëmje, mund vishet edhe si casual me xhinse. Kështu që mua më pëlqeu shumë. Ka mbylli. Ja, e mbyllur. Më pëlqen shumë. Nuk e di, më thoni ju në komente nëse ju pëlqen, se motrës time nuk është se I pëlqeu shumë. Kështu që po, kjo është, do vendos edhe foton e modelja. Vazhdoj me tjetrën. Do vendos edhe çmimet dhe linqet tek description box. Edhe ta shikoni, ta provojmë një nga ana tjetër. Jemi që jemi. Kam vështirë nga ana tjetër. Do na vrasi pak, sepse janë teminat, nuk është shumë komode. Vetëm nga ana e teminave. Kjo ishte gjaketa numër 1. Këtë e mbaj më çmimin, e kam marrë diku ke 30 euro. Do e mendoj, do jeni ju që do më ndihmoni pak me vendimarrjen e kësaj, sepse bën apo jo gjaketa. Vazhdojmë tek produkti tjetër. Produkti tjetër është një këmishë, unë sa e pash, I dashurova shumë, sepse më pëlqejnë shumë ngjyrat e kësaj këmishe. Se unë e provova normalisht. Këtë gjaketën, diçka tjetër me zor për prisja. Mënget I ka si të mbledhura këtu, me elastik. Më pëlqen shumë, ka pjesën e tantellës këtu. Këtë mund edhe ta lidhësh si fjongo para, por edhe mund ta vendosësh ose ta mbash në këtë mënyrë të dy anët të lirshme. Kështu modelja dhe më thënë në foto, I kishte të dyja të lirshme. Ta provoj, unë nuk është se do shkoj shumë me këtë fustanin që kam unë, por thjesht ta provojmë si ide. Shumë se nuk I heqim, dhe na prishin punë. Kjo është këmisha, do e fusja nga brenda tek xhinset ose tek pantallonat serioze. Mund ta lini domethënë siç është, kështu, por edhe mund ta lidhni në formë fjongoje. Vjen e tillë. Më pëlqen shumë sepse ka pjesën e mëngve shumë elegante. Dhe besoj këto ngjyrat I përshtaten shumë pranverës, të japin një motivim, entuziazëm shumë të madh kur I shikon si ngjyra. Kjo nuk ka kushtuar shumë, kam përshtypjen diku ke 7.8 euro, është se është shumë e shtrenjtë si këmishë edhe nuk është se është material I keq. Me vishe gjithmonë me diçka poshtë, sepse është e I dukshme. Është material goxha I hollë. Ky është produkti tjetër. Vazhdojmë tek tjetri, se kemi goxha. Do ja tregoj edhe kazut të gjitha të deshura, sepse normalisht kur I sheh vetja shumë herë ndryshe, ose kur ja dërgon video dikujt, është shumë herë ndryshe se sa kur je ballë për ballë, kështu që mezi pres që kazot të vinë nga puna, se unë sot po punoj nga shtëpia. Kemi pushimin e drekës, kështu që shpejt bëjmë videon. Tani, kam marrë edhe gjëra si tash për Ajanin, kështu që këto janë të parat. Ten atletit, tipi imitimit easy dhe më pëlqejnë shumë sepse kanë gomë këtu që nuk rreshket, kanë si ato gomën e dhjamit, siç kemi pas të neve më para, dhe janë shumë komode, edhe pjesa brenda duket shumë komode dhe ka pjesën këtu të llastiqeve që helpon shumë herë më praktike, sidomos kur je me toddler, me fëmijë të vegjël që nuk durojnë asnjë lloj minuti që të humbasin kohë, kështu që këto janë goxha praktike. Të dyja. Këtë unë duhet I ka marrë numër 26, po duhet I marrë numër 26, 25 gjysmë 26, diçka e tillë. Dhe janë shumë bukura, mua më pëlqejnë. Dhe mezi pres që t'i provoj Ajani nuk është se ka shumë qejf që të provoj gjëra të reja, I kanë gja mamit. Besoj do ja provoj. T'ju tregoj një histori. Një histori të vogël. Unë I kam marrë edhe këto Ajanit. Këto si gjysmë çizme, janë shumë të ngrohta brenda. Dhe kanë këtë pjesën si ketrush. Dhe janë me ngjitse, dhe unë ja mora sepse këtu në Gjermani, në vjesht dimër, është goxha erë, shumë erë fort. Kështu që thash, okay, se atë marrë çizme që janë pak më të rënda, më mirë me këto gjysmë çizme, gjysmë këpucë janë këto. Por mendoni ju që I ka vesh një herë, 2 herë, 3 herë maksimumi, dhe nuk I vesh më, sepse thotë që janë për bebe. Se sheh këtë pjesën para të ketrit, edhe thotë që janë për bebe. Imagjinoni, ai s'ka mbushur akoma 3 vjeç dhe thotë janë për bebe. Dhe është shumë vështirë, imagjinoni në këtë moshë që ti blesh diçka, sepse duhet tani të filloj të pëlqej vetë gjërat.
Nuk I vlen dot çdo lloj gjëje. Kështu që jam shumë kurioze çfarë do thotë për këto atletet e reja. Edhe kjo është për Birin, për Ayanin. Është një kostum. Tani materiali nuk qika shumë I mirë. Ka këtë pjesën nga mbrapa, bluzë të vogël, vjen e tillë. Si ky version, si ky kombinim, kishte edhe për mamin. Por nuk e mora se thash do shumë njerëz si rrin Birit edhe pastaj. Ja, ky është kombinimi, domethënë ky është seti. Këmisha me këtë pjesën blu edhe pantallonat. Më pëlqyen shumë si kombinim. Tani këto janë 2 deri në 3 vjeç dhe janë 100% polyester. Prap një set për Birin, kështu që mezi pres që t'i veshi bashkë me atletet bukuroshe. Janë me këto atletet. Edhe ngjaj shumë bukur. Është kjo këmishë e bardhë dhe pantallonat blu me vizat bardha. I freskët. Është edhe pranveror dhe tip veror, sepse materiali është shumë I freskët. Me kombinimin tjetër. Tani, këto pantallonat ishin veç. Janë këto pantallonat që kanë dalë goxha në modë, që kanë nxjerrë edhe Zara tip trendi tani për fëmijët. Ka 2 xhepa, pantalloni, ka super material krahasuar me të tjerët. Më pëlqen shumë, është si material linoje, nuk është 100% lino kam përshtypjen, por është si material linoje. Nuk e tregoj këtu. Këtë e kam kombinuar me një bluzë sepse nuk kishte set. Ju tregoj pak edhe bluzën që e kam marrë për ta kombinuar. Në foto më dukesh sikur shkonin, tani nuk e di. Olive you. Sepse unë I them gjithmonë Ayanit I love you. Më pëlqeu shumë. Ja, është kjo bluzja dhe me pantallonat mendova që t'ja kombinoj të tillë. Kemi dhe atletet që na ka marrë nona dhe gjyshi. Më përshtypjen do ngjaj bukur. E mamat mbarëm që të bëjmë kombinime të bukura me fëmijët tanë. Tjetër se po lë pjesën tjetër po e lë pak në fund ato që ka marrë për vete, domethënë një të fundit që ka marrë për vete. Ose 2 të fundit. Këto janë këmisha, 3 copë, ishin set. Është një ngjyrë e bardhë në pana e hapur, jeshile dhe një kombinim me kuadrata. Ishin goxha lirë dhe kanë materialin si material nape. Kështu që besoj këto do jenë shumë mirë për pjesën e pranverës. Fundit është ky seti. Janë pantallonat shkurtra, një këmishë, një ngjyrë bezh. Ky është kombinimi. Ja. Më pëlqen shumë. Edhe është material goxha I mirë, është material tip linoje, jo 100% lino. Dhe janë shumë freskëta. Edhe më pëlqen shumë materiali I tyre. Është edhe praktike në këtë mënyrë. Ashtu që produkti I fundit për veten. Kam marrë këto pupat, I them pupa. Provova, më pëlqyen se si rrinin, por më bezdisnin pjesa mbrapa sepse kishte pjesën e tegelit dhe kjo po më bezdiste mbrapa tek kocka e këmbës. Janë goxha të freskëta. Por nuk e di në qoftë se do I mbaj. Bashkë me xhaketën e bardhë, nuk e di në qoftë se do I mbaj apo jo. Këto janë numri 37, numri nuk është se e kam gabuar, numri është okay. Më pëlqen pjesas nga që janë shumë të freskëta dhe besoj do ishin super të mira, por nuk më pëlqen pjesa e tegelit mbrapa, me thënë drejtën. Vazhdojmë tek pajisjet ndihmëse të shtëpisë. Kemi shtëpinë që duhet edhe ta më mbaj përveç se shumë gjërave të tjera. Tani, kam marrë një fuqe elektrike, ka këtë pjesën e telit, pjesën e sfungjerit, 2 koka. Sfungjer, domethënë atë pjesa e anës e fort, pak e fortë e sfungjerit. Pjesa e jeshile. Është fuqja që ka shtypur pak, sa pas karikohet, qet kapaku dhe këtu vendoset fisha e karikimit brenda. Kjo besoj se ka batteri. Pas ka batteri, super. Se duat pastra pjesën e lavamanit me këtë dhe pjesën e dushit, domethënë me koka të ndryshme, varet cila është ajo që pranohet. Dhe pjesën e tenxherëve kam përshtypjen kjo duhet ta pastroj goxha mirë. Dhe ja vesh kush karikusit. Kjo më pëlqeu shumë, mezi pres që ta provoj. Sidomos që pjesa e dushit, zakonisht në sfungjerin vet, është shumë vështirë që të pastrohet, kështu që do pak më shumë forcë. Kjo është pajisje e panditmëse, vazhdojmë tek tjetra. Doja t'tregoj foto këtë se nuk është se bën shumë sens. Në mëngjes, siç keni vënë re në videot e mia, unë dhe Ayani ikim bashkë në Çerte, sepse kazo ikëm pak më shpejt me makinë. Kështu që unë dhe Ayani ikim bashkë, marrim autobusin, shkojmë në Çerte dhe unë pas marr ubanin dhe ikim në punë. Dhe ka raste normalisht që bien shi dhe kur bien shi Ayani ka shumë qefuin. Kështu që nuk duhet patjetër ta marr me karrocë sepse është shumë vështirë që ta tërheqësh, që ta marrësh me vete. Kështu që kur marr gjithmonë që marr karrocën, Ayani ka mushamanin e vet, me thënë plastikën e vet që mbrohet nga shiu, por unë duhet mbaj edhe çadrën, por në të njëjtën kohë duhet mbaj edhe karrocën. Kështu që kjo bëhet e vështirë dhe prandaj mora këtë, është instalohet tek doreza e karrocës, në këtë mënyrë shtrëngohet këtu dhe lëvizet sa majtas djathtas dhe lëvizet kjo lirohet në saj ku përshtatet më mirë çadra
dhe vendos tubin e çadrës këtu brenda. Dhe më pas e shtrëngon me këtë që është çadra mos lëvizi. Dhe më duk shumë praktike. Çadra që unë kam janë nga ato automatike që shtyp butonin dhe mbyllet, kështu që nuk do jetë problem edhe në autobus, thjesht shtyp butonin dhe ajo hapet. Do e provoj dhe do ju them, nuk është se ka kushtuar shumë, 2.22 euro kam përshtypjen. Produktin tjetër po e lë për në fund, po hapim këtë tani. Tani, Ajani është në ato moshën, 2.3, që kërkon gjëra të reja, kërkon ide të reja për lojën. Ka raste që sajon edhe vetë ndonjë lojë dhe ka shumë qef edhe kubat. Kam përshtypjen është të mosha tani. Dhe mora nga këto duhet i keni parë edhe ju online. Sajani ka qef shumë të lozi me mamin. Dhe i formojnë dhe pastaj lozi me makina. Ecë makina, po është lartë. Kështu që bëjmë pjesën e urës, e bëjmë shumë bukur neve, kështu që këto besoj Ajani do i pëlqejnë shumë dhe me zor presim që të lozim me këto neve. Pjesa tjetër, jo më pak e rëndësishme, është edhe pjesa e kursimeve. Dhe mora këtë mini librin e vogël, lekët që kam taks për të kursyer, ti vendos këtu. Kjo ka një faqe ngjitëse me 40 euro, ishin 26 pulla. Çdo faqe ka pjesën e plastikës së vet që futen lekët brenda. Me thënë është si sfidë, ti dhe $1,000 e këto kursyerit. Dhe kjo më duk shumë praktike, nuk është nga ato arkat e kursimeve të mëdhaja që zëm vend ose bëll zhurmë. Dhe këto ishin blerjet tona. Dhe uroj t'ju kemi sjell pak pjesën e pranverës, pak motivim për të kursyer gjithashtu. Dhe mezi presim që të kemi vlogje të bukura për pranverën. Gjatë dita, kemi ato melodinë e bukur të zogjve, atë fllatin e lehtë të erës. Më në fund inshallah shohim dritën e diellit, sepse në Gjermani është qielli i zi çdo ditë, kemi qiell të zi, nuk duken fare re, lëre më pastaj dielli që është shumë larg. Link në komente cilën nga produktet ju ka pëlqyer më shumë. Unë do vendos edhe linkun që të keni edhe ju përfitimet tuaja si përdorues. Ne do shihemi sërish në një video tjetër. Paqim!